Genocid ndaj popullsisë e cilëson një investigim i birë në përdorimin e pesticideve të ndaluara në fruta dhe perimet që konsumojnë qytetarët shqiptar. Një numër pesticidesh të ndaluara prej vitesh në tregun e Bashkimit Evropian vazhdojnë të tregtohen në Shqipëri duke përbërë një rrezik serioz për sigurinë ushqimore dhe shëndetin e konsumatorëve. Më 29 nëntor një ngarkesë me mandarina të prodhuara në Shqipëri u ndalua në Kroaci pasi analiza treguan për mbajtje të klorpirifos, një pesticid i ndaluar nga Bashkimi Evropian që në vitin 2020. Të dhënat e mbledhura dëshmojnë se qeveria neglizhoi për mungesë kapacitetesh njerëzore dhe paqartësi ligjore monitorimin e vazhdueshëm dhe në kohë të përdorimit të pesticideve, duke çuar në tregtim të produkteve bujqësore mbi normat e lejuara. Autoritetet gjithashtu mbyllën një sy ndaj përdorimit nga fermerët të pesticideve të rrezikshme, të ndaluara prej vitesh në vendet e BE-s, duke ngritur shqetësime për sigurinë ushqimore dhe cilësinë e eksporteve shqiptare. Ministria e Bujqësisë pranoi në përgjigje të një kërkese për informim se vetëm gjatë vitit 2024 janë konstatuar nga analizat laboratorike në fruta perime 7 pesticidet e ndaluara si klorpirifos, klorfenapir, klorpirifos menfil, linuron, dimethoat, miklobutanil dhe omethoat. Përfaqësues të laboratorëve privat i thanë birën se kanë konstatuar shumë raste të produkteve të mbrojtjes së bimëve të ndaluara në analizat e tyre. Të dhënat tregojnë se agjencitë shtetërore përgjegjëse për monitorimin e qëndrueshëm të përdorimit të produkteve të mbrojtjes së bimëve në produktet e tavolinës kanë dështuar si pasojë e paqartësisë ligjore, neglizhencës dhe mungesës së kapaciteteve. Agjencia Kombëtare e Ushqimit, AKU dhe Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë ISUV janë përgjegjës për kryerjen e inspektimeve dhe testimin e mostrave të produkteve që tregtohen, por ato dështuan ta realizonin këtë detyrim ligjor për vite me radhë, duke bërë analiza të pakta në numër, të vonuara në kohë. Ekspertët po ashtu kërkojnë që protokollet e kontrolleve të ndiqen njësoj, si për produktet vendase dhe ato që importohen, për të cilat deri më tani shteti shqiptar duket se është mjaftuar me një certifikat të origjinës së mallit.